Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, selamet dhe salavat të qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë ndoshten erdhëm në ligjratën e fundit të kësaj serie në lidhje me mallin për Kur'anin, të një rikthimi të sinqert, të një kthimi të vërtet drejt Kuranit dhe kemi trajtuar këndvështrime të ndryshme se si t'i kthehemi Kuranit, duke shpalosur një herë madhështinë e Kuranit, pastaj duke folur për madhështinë e atij të cilit ka folur për të, pra Allahu të madhruar. Pastaj kemi folur gjithashtu në lidhje me cilat janë ato temat të boshtë, temat kryesore në Kuran. Ndërsa sot do ta përmbyllim në lidhje me këtë seri, malli për Kuranin, do ta quajmë leximi i Kuranit, prej leximit të Kuranit në meditim dhe ndryshim. Me një fjalë, vetë titulli e tregon qëllimin kryesor të cilin duhet ta ketë besimtari në lexim të Kuranit. Pra, Allahu i Lartësuar ka zbritur Kuranin që ta lexojmë, po jo të ndalemi me atë. Jo vetëm në shqiptimin e shkronjave, po ta lexojmë, të meditojmë për kuptimet e tij dhe të ndryshojmë, ta zbatojmë këtë Kuran. Se nëse nuk e qesim në praktik, nëse se zbatojmë atë çfarë Allahu i Lartësuar kërkon nga neve, prej urdhrave, prej ndalesave, prej këshillave, prej ta marrim parasysh takimin me Allahun e Lartësuar, ta kemi parasysh fitimin e xhenetit dhe shpëtimin nga zjarri i xhenemit, pra me një fjalë ditën e gjykimit, atëherë ne nuk kemi përfituar nga Kurani, përveç se një zë i këndshëm, një zë i bukur, mi dëgju. Nëse nuk e zbatojmë, nëse nuk e kuptojmë, atëherë s'kemi asgjë mi zbatu. Andaj sot do t'i përmendi disa pika në lidhje me këtë çështje, me shpresë tek Allahu i Lartësuar që të na bëjë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra Allahu i Lartësuar e ka shpallur Kuranin, pra jo vetëm me qëllim që ne t'i shqiptojmë bukur leximin me tajvid e me tilawë të Kuranit, se këto janë tek e fundit janë mjet për mi kuptu Kuranin dhe për mi meditu Kuranin. Pastaj Allahu i Lartësuar pra e ka shpallur Kuranin që ne ta kuptojmë, të meditojmë për porositë e tij dhe ta zbatojmë atë. Dhe ne gjatë leximit të Kuranit duhet ta shikojmë gjendjen e zemrës tonë. Nëse gjatë leximit të Kuranit një sure e caktuar është kana ndikon tek ne, është kana lënë gjurmë tek ne, duhet atë ajet, atë sure t'ja përsëritim zemrës derisa të depërtojë thellë imanin në zemrat tona. Pra andaj e shohim që selefit kanë thonë që besimtari kur ta lexon Kuranin mos ta ketë mendjen e tij tek përfundimi i faqes apo tek përfundimi i surës apo i xhuzit. Mirë, po qëllimi të jetë të kërkoj ilaçin për zemrën e tij. Tash ajeti i parë, ajeti i mesëm apo ajeti i fundit pe atij wirdi që ti e lexon gjatë ditës, Allahu e din se cili do të ndikojë tek ti. Mirë, po ajotja është që sapo Allahu i Lartësuar ti hap disa mirësi nga mëshira e tij gjatë leximit të ajeteve kuranore, për fjalës së tij, të ndalesh ta përsëritesh atë ajet sikur se dikush kur e gjen një thesar, e gjen një thesar në tokë. Momentin që i shen shenjat e arit, shenjat e atyre mineraleve të çmuara, atëherë nëse don me fitu më shumë, let thellohet edhe më shumë në kërkim të asaj thesari, let gjurmoj edhe më shumë për rreth atij thesari, nga se aty Allahu i Lartësuar e ka begatuar dhe ja ka hap mirësitë e tij. Kështu është vllazën edhe me ajetet, kur besimtari një ajet të caktuar e lexon dhe e kupton atë ajet, let ja përsërit vetit qoftë edhe 100 herë, qoftë edhe 10 herë, madje edhe 1000 herë për gjatë ditës, javës e muajit, nga se vetëm kështu ne kalojmë nga leximi në meditim dhe pastaj në ndryshimin e kërkuar, të cilën Allahu i Lartësuar kërkon nga ne, atë ndryshim është që ta zbatojmë fjalën e Zotit. Ibn Qayyimi e përmend një çështje shumë më rëndësishme në lidhje me meditimin e Kuranit. Dhe thotë, sikurse ta dinin njerëzit që çfarë dobije madhështore ka në leximin e Kuranit me meditim, që i bie kur ti lexon Kuran, je i vëmendshëm me zemrën tënde, e kupton atë çfarë lexon dhe kërkon se çfarë rrjedh prej veprave, prej fryteve, prej atij leximi. Pra, për me meditu, se pari kur zohet mi kuptu ajetin. Nëse ti se kupton ajetin, s'ki qysh as mediton.
E për çka duhet të meditojmë më së shumti? Duhet të meditojmë për emrat e Allahut të lartësuar, për cilësitë e tij dhe të meditojmë në lidhje me begatitë e Allahut të lartësuar ndaj nesh. Këto dy gjëra e gjallërojnë zemrën. E gjallërojnë zemrën, e gjallërojnë imanin dhe e ripërtrijnë ëmbëlsinë e imanit në zemrat tona. Thotë Ibn Qayimi, sikur ta dinin njerëzit se çfarë ka në leximin e Kuranit me meditim. Do të angazhoheshin vetëm në leximin e Kuranit me meditim krahas çdo gjëje tjetër. Krahas çdo gjëje tjetër. Madje thot Ibn Qayimi thot ndodh që dikush të ndalet ndonjë ajet dhe ta thirr mendjen e tij me reflektim dhe me meditim, me përsëritje, me mendim dhe e gjen shërimin për zemrën e tij, thot e përsërit qoftë edhe 100 herë, qoftë edhe 100 herë, qoftë edhe një natë të tërë atë ajet të vetëm. Thot Ibn Qayimi, ky dietar i madh i Islamit, ky kolos, ky njëhës i mirë i çështjeve të zemrave, çështje e imanit, thot ndodh që leximi një ajeti të vetëm, të prodhojë në zemër. Këtë ajet mi lexu me kuptim e me meditim, të prodhojë në zemër prej fryteve të imanit e prej veprave të zemrës më shumë se sa një hatme e tërë. Më shumë se sa një hatme e tërë. Andaj vëllezër, misioni jon dhe ai synimi jon i wirdit që duhet ta lexojmë e duhet të kemi një wird qysh hajmë e pijim, e qysh marrim ajër për gjatë 24 orëve tonë, duhet ta kemi një wird brenda ditës në lidhje me Kuranin, nga se ky është ushqimi i imanit tonë. Ky është oksigjeni i zemrës dhe i shpirtit. Ashtu qysh oksigjeni është e gjallëron trupin, e ushqimi e pija e mbajnë në jetë trupin e njeriut, ashtu është edhe Kurani shpallja e Allahut të lartësuar për imanin dhe për zemrën tonë. Abdurrahman al-Shihri është njëri prej mufesirëve, domethënë që merret nga profesorët dietarët bashkëkohor, dhe me një intervistë të tij e thot një këshill shumë me vlerë dhe shumë të çmueshme. Kush e zbaton këtë këshill, do t'ia sheh herrin shumë shpejt para se të bëhet vonë. Cila është ajo këshill? Thot me të hapur syt, me të qel agimi, me të qel sabaj, si ta fal sabajin, mas dhikrit të mëngjesit që e lexon, dhe tjetë çështja e parë që preokupohesh ti është leximi i wirdit të Kuranit. Thot kështu e kam projektin tam ditor. Dinamika e jetës time kjo është. Si të quam, si ta fali sabajin, mas faljes së sabajit, dhikrit të mëngjesit, çështja kryesore e imja që nuk shëjpen ato është wirdi i Kuranit. Ai wird mund të më konë 10 faqe, mund të më konë 5 faqe, 20 faqe, 2 gjuza, 3 gjuza, varësisht prej ambicjeve dhe angazhimeve të njeriu. Mirë, po duhesh ta kesh një minimum. Thot pastaj, masi që e kry wirdin e Kuranit, çështje tjera të dunjas janë detaje, thjesht detaje që i zbatoj. Edhe nëse si zbatoj, janë çështje sekondare. Çështja primare është wirdi i Kuranit. Përderisa nuk e vendosin ne si prioritetin ton, mi ia dhon kohën më të çmueshme, më të vlefshme tonën Kuranit, atëherë pak kena më përfitu prej Kuranit. Thotë Ibn Qayimi, ndodh thotë që leximi një ajeti me meditim dhe me kuptim të prodhon në zemër prej imanit, saqë edhe prej shijimit të ëmbëlsisë së Kuranit, sa nuk mund ta përfitoj dikush ndoshta prej leximit të një hatme së tërë. Pra një hatme të shpejt pa kuptim është më pak me vlerë sipas Ibn Qayimit, dhe kjo është më e saktë se sa një ajet i vetëm me meditim, me kuptim dhe me reflektim, duke e zbatuar dhe duke i gjallëruar në zemër kuptimet e mëdha të veprave të zemrës, sikurse që është dashuria për Allahun, përmallimi për Allahun, frika, shpresa, kthimi tek Allahu, mbështetja tek Allahu, knatësia me Allahun dhe asaj çfarë vjen prej Allahut, dorëzimi i çështjeve të Allahut tek Allahu, falënderimi, durimi dhe gjendje të tjera prej adhurimeve të zemrës, të cilat të aktivizohen me meditimin e Kuranit. Andaj vëllezër, e shohim që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ja ka ndalu Abdullah ibn Amr ibn Asit që ta lexoj Kuranin më shpejt se sa 3 ditë. Ja ka ndalu. Një herë ka këshillu që ta lexoj brenda muajit, brenda javës, dhe i ka thënë maksimumi 3 ditë. Pse ja ka ndalu? Ja ka ndalu për shkak se njeri kur e lexon me shpejtësi të madhe Kuranin, nuk mund ta kuptojë atë. Për mi lexuar brenda 3 ditë duhet mi lexuar 10 xhuza. Ne për nivelin ton nuk po lypim që mi lexuar brenda 3 ditë, se kjo është një nivel shumë i lartë që mi bëj hatme çdo 3 ditë. Ne në Ramazan e kemi çështje, arrim ta bëjmë çdo 3 ditë hatme apo çdo javë hatme leximin e Kuranit në muajin e Kuranit. Mirë, po jashtë Ramazanit, ne duhet ta kemi një limit nën të cilin nuk bën asesi me mëra. Pra që mi përmbyll Kuranin, mi lexu prej fillimit për Fatihas deri në Nas.
Ajo është minimumit 40 ditë. Nuk bën me kalu dita 41 pa lexuar Kur'anin. Ma e preferuar është të jetë 1 muaj, 30 ditë. E ma e preferuar se kjo është të jetë në 10 ditë apo 15 ditë. Varësisht sa gjuza në ditë i lexon, aq do ta kesh edhe shpejtësinë e përfundimit të hatmës së Kuranit. Pra, kur ti e keni wird të caktuar të Kuranit, dikush thotë po unë nuk po du mu preokupu shumë me hatme. Po kjo është mjeti që ti për me kuptu Kuranin dhe mi meditu Kuranin dhe mi zbatu Kuranin. Nëse ti se lexon gjatë ditës heq Kuranin, atëherë mos më fal mu për meditim Kuranit, se ti si ka merresh as me lexim, e le mu me meditim, që është hap më i lartë se sa vetëm leximi, se sa është hap më i lartë se sa vetëm kuptimi. Pra është një farlloj reflektimi prej asaj çfarë ke lexu, se çysh më përfitu në jetën e kësaj bote. Se çysh me përfitu në jetën e kësaj bote. Andaj vëllezër, ne duhet ta kemi një program për përmirësimin e zemrave tona, për mi ushqy shpirtin ton dhe imanin ton. Nëse dojmë mi vrejt sa na ka ra imani, këshore qysh e ki raportin ton me librin e Kuranit. Pra qysh e ki raportin me librin e Allahut Kuranin. A ki wird të caktuar që nuk flen pa e lexu, po që edhe nëse të zan gjumi, të veprosh qysh ka vepruar Aisha radhiyallahu anha nëna besimtarve, që kur i ka ik virdi e ka kompenzuar të nesërmen, prej sabahit deri në drekë. Kur i ka ik virdi, qoftë i leximit të Kuranit, qoftë i namazit të natës, e ka kompenzuar nesër, të nesërmen. Apo neve na iki e para, e dyta, e treta, na ik java, na ik muji, nuk lexojmë Kur'an as pak, pastaj ankohemi për gjendjen tonë. Jo ne qysh e kemi raportin tonë me Kur'anin, gjendja jonë është shumë e mirë. Mëshira e Allahut të lartësuar na përfshin dhe na ruan imanin. Përndryshe, ne mbas të sebepeve jemi shumë të zbehtë, jemi shumë të vobekt, jemi shumë të dobët. Duhet mi u kthy për një Kur'anit që ta marrim Kur'anin çysh e kanë marrë sahabët, çysh e ka marrë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Prandaj lexohet Kur'ani dhe preferohet të lexohet Kur'an sidomos në namaz të sabahit, në fillim të ditës, preferohet të lexohet gjatë, saqë Omeri radhiyallahu anhu e ka lexuar surën Yusuf. Surën Yusuf mbi 10 faqe i ka lexuar në namaz të sabahit. E mos flasim për praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve të tjerë. Abdullah ibn Abbas ka thënë, për mua më e dashur është që ta lexoj surën Bekare duke e medituar atë, se sa ta lexoj komplet Kur'anin shpejt e shpejt. Kjo për shkak të vjeljes së fryteve të kuptimeve të Kur'anit gjatë leximit me meditim dhe me reflektim, pra duke lexuar ngadalë. Dietarët e kanë pas një lloj praktike. Kanë lexuar lexim të shpejt, kanë lexuar në formë të përsëritjes së hifzit, po e kanë pas edhe një lexim të hatmës që e kanë përmbyll në një kohë të gjatë, afat gjatë, domethënë si një hatme me meditim brenda vitit, brenda 3 viteve. Domethënë kjo është lloj studimi i Kuranit, studimi i fjalës së Zotit. Andaj ne vëllezër duhet ta trajtojmë Kuranin sikurse busull të jetës sonë në këtë botë dhe botë tjetër, sikur një dritë që t'i bojmë dritë vetit, hapave ku i qesim në çështjet e jetës së kësaj bote. Të meditojmë për ato porositë të cilat Allahu i lartësuar na i ka thënë. Ja, hajde dëgjoni se si e ka medituar një ajet njëri prej beduinëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka lexuar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surën Zelzela. Edhe ajetet e fundit 708 thotë: "Fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Kush bën vepra të mira qoftë sa thërmia do t'i sheh, dhe kush bën vepra të këqija qoftë sa thërmia do t'i sheh. Dhe shkon ky beduini thotë: "O i dërguari i Allahut, e mithqala dharra, a edhe qoftë sa një thërmi?" I thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Po, naam, qoftë sa një thërmi, se Allah i lartësuar po thotë: "Men ya'mal mithqala dharra." Sa khayran yara. Veprat mira sa një thërmi, që nuk shihet me vështirësi e shen njëri me sy. Si mirë si keq, do t'i sheh. U ndal kë beduini dhe ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është metoda e meditimit çfarë po kërkojmë ne. I thotë: "Veprat mira, qoftë sa një thërmi, qoftë shumë të vogël, do ta sheh?" Po. Edhe të keqen? Po. Thotë: "Ja se ata, i mirë jon. I mirë jon për vetë. I mirë jon për vetë." Edhe shkon tu e përsërit. Edhe largohet dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Laqad dakhala al-qalb al-a'rabi al-iman." Ka hi në zemrën e beduinit imani. Ka depërtu imanin në zemrën e beduinit. Qysh? Me një ajet. Ka një ajet ta ripërtrin imanin të zgjën nga gafleti i dunjas.
këndell, një thërmi, qoftë pi veprave të mira, qoftë pi veprave të këqija, do ta shohim, andaj ti shtojmë veprat e mira, andaj ti paksojmë veprat e këqija. Nga se nuk kemi shpëtim në ditën e gjykimit, do të pyetemi për të mira, do të pyetemi për të këqija, do të na peshohen veprat e mira, do të na peshohen veprat e këqija. Qoftë si në sa një thërmi, një shikim vjedhur azi, një fjalë e keqe, një mendim i keq, një veprim i keq, po edhe në anën tjetër, një fjalë e mirë, një ajet mi lexu, një fletushk mi shpërnda, një libër mi ia dhon dikujt. Një vepër, një buzëqesh vllaut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë është sadak. Mi largu një pengesë nga rruga. Gjitha këto ti hulumtojmë cilë janë ato vepra të mira që ti shtojmë, e ti shtojmë ato vepra që kanë peshë dhe shpërblim të madh, nga se ato do t'i gjejmë tek Allahu i lartësuar. Andaj e shohim që vllazën kuptimi i ajeteve dhe ndalja në meditimin e tyre dhe reflektimin prej asaj çfarë rrjedh prej këtyre ajeteve mund të na ripërtri imanin. Andaj me leximin e shumë të Kuranit ti domosdo gjatë shoqërimit tënd një orë brenda ditës me Kur'an e lexon 2 gjuza, është e pamundshme me kalu pa ndonjë ajet vetëm se ka me të godit. Vetëm se ka me të godit, ka me të ndryshu gjendjen e imanit në të cilën je. Ndoshta je në atë fluksin e epshit dhe vjen një ajet që ta shuan epshin dhe ta tërheq vërejtjen dhe të frikson në xhenem. Ndoshta je në plagështi dhe dembeli, vjen një ajet dhe thotë nxito për në vepra të mira, nxito për në xhenet, gjerësia të cilit është sa mes tokës dhe qiellit dhe të nxit me bëu vepra të mira. Ama kur arrin këtë ndikim Kurani, kur ndalesh dhe ja hedh këto kuptime zemrës, 1 herë, 2 herë, 3 herë, sikur kofën me ujë të pastër kur ja gjun një vendi të papastër, një kofë ndoshta s'mjafton, 2, 3, 4, 5, 10, një hatme, 10 hatme, një tefsir komplet, derisa të pastrohet zemra e të vjesh shkosh tek Allahu i lartësuar, illa men ata Allah bi qalbin salim. Nuk do të shpëtojë në ditën e gjykimit dhe nuk do t'i bën dobi as pasuria as fëmia, përveç sa ai që shkon me zemër të pastër. E kjo zemër e pastër nuk arrihet me diçka më mirë se sa me lexim të Kuranit me meditim. E shohim që Abdullah ibn Mas'udi ka thonë, unë jam i gatshëm që të shkoj të marr udhtim vetëm që ti kuptoj ajetet e fundit të cilët kanë zbritur. Ebu Darda thot po ashtu, sikur të kisha, thot ky sahabi, ka qenë dëshmitar i zbritjes së shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Allahut të lartësuar që ka zbritur Kur'anin përmes Xhibrilit, thot sikur të gjeja vështirësi në kuptimin e një ajeti, do të merrja rrugë, sikur ta dija që në fund të një filon vendit është dikush që ma shpjegon kuptimin e atij ajeti dhe do të merrja rrugë që mi kuptua atë ajet. Ndërkohë ne jo në libra, në telefonat tonë kena tefsirët. Tani e ki tefsirin e Saadit, që i ka përmbledh kuptimet, i ka shkoklu ato kuptimet kryesore të ajeteve. Mjafton mi lexu vetëm ka një ajet. Wallahi shkon viti 2-3 vite dhe ti e ke lexu tefsirin 4 vëllime përmes telefonit tënd. Mi bë projekt, mi lexu me familjen tënde, me vllahun tënd, me prindrit tu, mi ja lexu nga një ajet dhe kuptimin e atij ajeti. Nisi aty surës Fatiha, nga sonte. Vazhdo me Bekara, Ali Imran. Qëllimi yt le të jetë që mi shku tefsirit deri në fund, duke e meditu dhe duke reflektu, dhe këto e ki, ndash libër, ndash e ki të përkthyer, ndash e ki në aplikacion në telefon, e kështu me radhë, andaj ne duhet të përpiqemi në kuptimin e Kuranit dhe në meditimin. Gjithashtu ajo çfarë ta shton përvojën, çfarë ta shton domethënë si shkak, si sebeb që të përfitosh nga Kurani, përveç shtimit të dijes, është edhe përvoja e jetës. Lidhja e ajeteve me përvojën tënde të jetës, këto rrjedhin, domethënë çelin të ti fryte të ndryshme të imanit. Ajo çfarë kërkohet nga meditimi i Kuranit janë veprat. Jo ndikimi i aty për atyshëm, ngjallja e një emocioni që shpejt shuhet dhe mjafton. Mirë po leximi i atyre ajeteve ku Allahu i lartësuar kërkon vetdiesim, kërkon një farlloj vetdije për atë çfarë na pret me të vërtetë në ditën e gjykimit. Andaj ajetet në të cilat Allahu i lartësuar thot falni namazin, jepni zakatin, kujdesuni për namazin e mesëm, ndaj prindërve më konë bamirës, ndaj fëqinjit e kështu me radhë, gjitha ato urdhra
Ti marrësh, ti kuptosh dhe ti zbatosh. Tjetë kjo metodologjia jote e punës gjatë leximit të Kuranit që ti zbatosh kuptimet e Kuranit, pra jo vetëm ti ngjallësh disa emocione të çastit, të cilat sa po të kalojnë, sa po të ndryshon gjendja e shpirtit, ato harrohen shumë shpejt. Mirë po të jetë një lloj njekimi i zemrës që ta ndryshon gjendjen e vetdijes. Ti të jesh vigjilent për çështjet e mëdha të cilat Allahu i lartësuar i ka përmendur në Kuran. Dhe boshti kryesor, ajo çfarë duhet të rrjedh nga meditimi i Kuranit është që ta kesh ahiretin përballë syve tu. Nëse leximi yt i Kuranit dhe meditimi yt i ajeteve të cilat i kupton, qoftë në arabisht, qoftë të përkthyera në shqip, e sjell si frut mi pas parasysh ditën e gjykimit, pra xhenetin përpara, me shku përpara, e xhehenemin përmbrapa, me ik për xhehenemit, e me bëu vepra të mira që mi rëndu peshorën e veprave të mira, e mi paksu sa ma shumë veprat e këqija, që mi mos me të rëndu mbi veprat e mira, atëherë e ka arrit me sukses, leximi yt i Kuranit ka qenë i frytshëm dhe e ka sjellë si fryt të dobishëm mi pas parasysh vazhdimisht ditën e gjykimit përpara. Do ta marr si shembull një sure të cilën Allahu i lartësuar e ka përmendur në Kuran, ndërkohë që ne e lexojmë dhe pak ndalemi në meditimin e kësaj sure. Para se të kaloj te kjo sure, duhet ta kemi parasysh që për meditimin e Kuranit duhesh ti marrësh disa shkaqe. Për këtyre shkaqeve është që zemra jote kur ndalet me Kuran, të mos jetë angazhuar me çështjen e dunjas. Nga se ndodh ti me lexuar një ajet për vlerën e ulët të dunjas, dhe ti e ka lexuar atë ajet ndërkohë që preokupohesh vazhdimisht me dunja. Pra duhesh mi vendos një farë forme, e keni pa në telefon që e qesim airplane mode, minale të notifications komplet. Spaku minal internetin. Dhe kur ta hapim mushafin, me lexu në një dhomë të qetë. E më e preferuar është që të lexojmë në xhami aty ku zbret mëshira e Allahut të lartësuar. Pastaj me lexu me këndim, me tërtir, duke i zgjat leximin e ajeteve dhe duke i përsërit ajetet e caktuara të cilët godasin mbi zemrat tona. E kanë pyetur Abdullah ibn Urwa, e ka pyetur gjyshen e vet, Esma bint Abi Bekr. Esmen, vajzën e Abi Bekrit, i thotë çush ka qenë sahabët e të dërguarit të Allahut kur kanë lexuar Kuranin. Esma ju ka përgjigj. Kanë qenë ashtu çush i ka përshkruar Allahu i lartësuar. Ju kanë rrjedh lotet nga sytë të tyre dhe ju kanë tërqeth lëkurat të tyre. Sa herë kanë lexuar Kuranin sahabët, ju kanë rrjedh lotet pra kanë kajt, edhe ju kanë tërqeth lëkurat të tyre. Dhe kjo arrihet kur kanë zemrën të përkushtuar. Kur zemra është e vetëdijshme dhe ti jo vetëm me trup, po me mendje, me zemër, me gjithë shpirt, je i vetëdijshëm se çka e ka lexon. Është fjala Rabbul Alaminit. Allahu i lartësuar ka zbrit këtë fjalë. E ka zbrit përmes Xhibrilit ala qalbika. I ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah i ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta kena zbritur këtë Kur'an mbi zemrën tënde. Pra zemra është ajo çfarë kërkohet nga leximi jon i Kur'anit. Pra për ulje zemrës, çajtja e syve edhe tërqetja e lëkurës. E keni pa vëllazë nganjëherë kur dikush ti ja tregon dikujt ndonjë ngjarje që ka godit më herët, tërqethet lëkura. Edhe i thu, "Çfarë? Më tërqet lëkura, ha, duke ta kallzu." E përjeton. Leximi i Kuranit duhet të përjetohet vëllazën, se ndryshe nuk i vjelim ato frytet e tij të cilët i kanë vjel sahabët dhe ju bë sahabët kush ju bë mas leximit të Kuranit. Se ky Kuran është. Ky Kuran, të cilin e ka lexuar Abu Bekri, ky Kuran e lexojmë edhe ne. Mirë, po pyetja është zemrat. Pyetja janë zemrat. Këtë sure të cilën e përmend autori dhe e sjell një vështrim se si të meditohet praktikisht, është surja Mesed. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah i lartësuar në këtë sure e përmend ngjarjen e Abu Lahebit dhe gruas së tij, të cilët i kanë bërë zullum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahebi ka qenë një kurishit, një jo besimtar, i cili ka vdekur si i tillë dhe i ka pas të gjitha shkaqet që të udhëzohet. Si ka hyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kodrën Safa dhe e ka thirrë popullin e vet që të besojnë në Allahun e lartësuar dhe ju ka thonë si më njihni ju mu, të gjithë kanë thonë të njohim sikur besniki që gjithë e ke thonë vërtetë dhe kurs na ke gënjë. Dhe ju thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur pas saj kodre ju njoftoja që gjendet një ushtri që po don më sulmu, a kishit më besu? Thonë po,
Se kur nuk e kena provu rremën për teje, kur s'na ki rrej. Gjatë e ki thonë të vërtetën. Atëherë i thot, unë jam i dërguar prej Allahut, ju paralajmëroj, ju tërheqi vërejtjen prej një dënimi të dhimbshëm nëse nuk besoni. Besoni në Allahun dhe thuani shahadetin dhe unë jam i dërguar i tij. Atëherë Ebu Lehebi thot, a për këta na ki mbledh, të thafshin durët e të thaft goja një farforme. Allah i lartuar e ka zbrit surën Mesed për të. Dhe thot, tebbet yada abi lahabi wa tabb. Hupt Ebu Lehebi dhe humbja ti do t'jetë e qartë. Dhe nuk kanë mi bo dobi as pasuria, as prejardhja, as fisnikria, as fëmijet, as pozitat të cilën e ka. Do të gjuhet në zjarë për vlus. Dhe bashkë me të edhe grujave, e cila i ka bartë drujt e therat për mi dëmtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në qafën e saj do t'jetë një qafore për zjarit. Një qafore për zjarit dhe do të gjuhet bashkë me burrin e saj në zjarë të xhenemit. Kjo surë vëllezër, sikur ne ta lexojmë, thjesht dy persona që kanë vdekur në kufër dhe kanë përfunduar në zjarë të xhenemit. Mirë po Allah i lartësuar ka përmendur që të ndalemi dhe të meditojmë. E forma meditimit duhet të lidhet edhe me njohjen e Allahut të lartësuar, me njohjen e akides. Andaj se cila shkencë që i shërben Kuranit është me vlerë. Njohja e akides, njohja e Allahut, njohja e besimit është për shkencave më të vlefshme se ka të bëj me Allahun e lartësuar, njohjen e tij. Dhe qysh në fillim të surës, ne këtu kuptohen disa emra të bukur të Allahut të lartësuar. Prej emrave të bukur është El-Qahir, El-Qahhar, El-Qawi, El-Matin, El-Fa'alu lima yurid. Është mposhtësi, është i gjithfuqishmi, është më i forti, është i pathyeshmi, i cili vepron çdo gjë çfarë ai don. Edhe urdhri i tij kur gjëkon dhe cakton, nuk kthehet mrapa. Këtë sure, Ebu Lehebi e ka dëgju, dhe të tjerët e kanë dëgju. Dhe Ebu Lehebi ka vdekë në kufër, dhe sikur të varri prej tij kish me besu. Veç mi u thonë, mi vendos në dyshim, besimtarët e asaj kohe me thonë që surja po thotë që unë s'kam me besu që unë e kom besu. Po s'ka ndodhur një gjë e tillë. Se Allah i lartësuar ka caktuar dhe ajo çështje ka përfundu, ka mbaru, për shkak të zullumit, për shkak të idhësisë, për shkak të atij pislykit që ka pas në zemër, Allah i lartësuar e din, dhe ai është më i urti dhe më i dishmi, pse ka vendosur që Ebu Lehebi me vdek si jo besimtar. Pra e shohim qysh në fillim të surës se Allah i lartësuar është i gjithfuqishëm. Dhe kjo sapo ta lexosh ti këtë sure, që të rritet imani. Të rritet imani, qysh Allah i lartësuar, domethënë nuk i kthehet caktimi i tij. Nuk ka kush e kthen caktimin e tij. Pastaj dieta çfarë kupton është që pasunia, fëmia, prejardhja, kur do qoftë ti, që njerëzit rrehin gjyks me të arriturat e tyre, a me prejardhjen e tyre, a me famën e tyre, tek Allahu i lartësuar nuk të bojnë dobi, nëse si shfrytëzon për të mirë të Allahut. Nëse i shfrytëzon në rrugë të Allahut, gjitha këto janë hije pluhur. S'të bojnë dobi. Pastaj në këtë surë përmendet në mënyrë të thorazi dita e gjykimit, shpërblimit dhe ndëshkimit. Se Allah i lartësuar po thotë do të gjuhen në zjarr të xhenemit. Do të gjuhen në zjarr të xhenemit. Pastaj po ashtu e shohim se familja e keqe kur ndihmohen në punë të këqija, ndëshkohen të gjithë. E kanë provu mi ndëshku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe këtu edhe e sheh pozitën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam që e ka pas tek Allahu. Allahu e ka mbrojt. Dhe ata që kanë mundu mi dëmtu pejgamberin apo fenë e tij i kanë ndëshku dhe ky është përfundimi i të gjithë atyre të cilëve e sulmojnë fenë apo përvojnë mi dëmtu fenë islame, Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam apo muslimanët në përgjithësi. Pastaj në këtë sure, gjatë leximit të kësaj sure, nëse ndalemi dhe meditojmë, aktivizohen disa vepra të zemrës, sikur se frika prej ndëshkimit të Allahut të lartësuar. Pastaj mu lidh vetëm me Allahun, mos mu lidh as me pasuninë, as me familjen, as me familjen e ngushtë, as me pozitën, as me çfarë do famë, qoftë ajo, se nëse këto nuk vendosen në shërbim të Allahut, nuk kryejnë punë tek Allahu i lartësuar. Pastaj dashuria për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka marrë në mbrojtje dhe çysh i mundu ata mi dëmtu, Allahu e ka mbrojt dhe e ka plotsu fejen e tij dhe e ka përcjell në të gjitha anët e botës. Pra vëllezër, këto janë disa prej çështjeve të mirënjohura. Mirë po mungesa e ndaljes tonë, e meditimit tonë me një sure kaq të vogël, kaq të thjesht, nuk ndalemi dhe nuk përfitojmë.
nuk i përfitojmë këto kuptime. Pastaj sikur të ndalesh edhe më shumë dhe ti hulumtosh librat e tefsirit dhe kuptimet e dietarëve, atëherë ti do të ndalesh me një sure të vetme me orë të tona, dhe do ta ndryshosh dhe do ta gjallërosh zemrën tënde dhe imanin tënd. Pastaj vëllazër, duhet ta kena parasysh që tradita e sahabeve kanë qenë që gjatë mësimit të Kuranit i kanë mësuar nga 5 ajete. Pra nuk janë ngut mi mësu Kuranin për një herë pa e ditë se çfarë kuptimi kanë ato ajete dhe çfarë vepra rrjedhin prej atyre ajeteve. Edhe kështu i kanë bashkuar mes mësimit, kuptimit, meditimit dhe zbatimit. Kështu shohim që Omeri radiallahu anhu e ka mësuar surën Bekare brenda 12 viteve. 12 viteve. Ndërkohë që ai ka pas mundësi mi mësua edhe më shpejt, po për shkak të vjeljes së fryteve në maksimum prej surës Bekare. Andaj ne në paralel të mësimit të leximit të Kuranit duhet të kemi halka ose ders të rregullt ku e mësojmë edhe kuptimin e Kuranit. Edhe kështu bashkojmë mes mësimit të leximit të Kuranit dhe mësimit përmendsh të Kuranit dhe kuptimeve të Kuranit. Dhe më e mira është që të bëhet në xhamit e Allahut, nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum", nuk ndodhet që mu mbledh një grup i njerëzve në një prej shtëpive të Allahut të lartësuar, e lexojnë librin dhe e mësojnë së bashku. Këtu është përmendur pra në shtëpitë e Allahut që ta mësojnë Kuranin së bashku. Abdullah ibn Mas'udi thot: "Nëse don dijen e të parëve dhe të vëndshmeve, atëherë përkushtoju Kuranit dhe shfletoje Kuranin. Sheikh bin Bazi, ish muftia i Arabisë Saudite, Allahu pas mëshiru, thot shumica e kuptimeve të Kuranit janë të qarta për masën e gjerë të njerëzve. Sikurse ajetet e cilët flasin për urdhërin për mi falë namazin, dhënien e zakatit, agjërimin e Ramazanit, kryerjen e haxhit, ndalimin nga alkooli, nga bigjozi, nga kamata dhe ajetet e tjera janë shumë të qarta në Kuran. Mjafton veç mund dal mi lexu me përkushtim dhe me reflektim për atyre kuptimeve çfarë rrjedh nga Kurani. Pastaj vëllazën, njeriu duhet të jetë i vëmendshëm që shejtani mos ta mashtrojë dhe t'i thotë ti e ka merresh veç me meditim e të mos kesh virë të caktuar pra të hatmeve të Kuranit, nga se nga sahabët, po nga bashkohorët edhe nga selefi kanë pas hatme të rregullta të Kuranit. E shohim që Uthmani ibn Affani radiallahu anhu e ka bo hatme Kuranin me një rekat. Po ashtu Ibn Sirini ka vepruar njëjtë. Alqame thot e ka lexu Kuranin në 5, çdo 5 ditë. Al-Aswad thot në 6 ditë. Abdurrahman ibn Yazid në 7 ditë. Edhe dietarë të tjerë sikur Qatada thot në 7 ditë, ndërsa në Ramazan çdo 3 ditë kanë bo hatme dhe çdo 10 net të Ramazanit ka bo hatme. Ebu Hanifja përmendet për të, i cili thot i kam bë 7000 hatme të Kuranit. Ebu Bekr ibn Ayashi thot e kum lexu Kuranin edhe kur kom qenë smut. Po ashtu Ebu Ali al-Basri thot e kum mësu ma shumë se sa 1000 personave Kuranin. Po ashtu autori përmend edhe disa të tjerë bashkohor, thot ka ardhur një person i vjetër në moshë, 72 vjet. Thot edhe ka filluar mi mësu Kuranin përmendsh dhe ka përmbyll duke qenë 75 vite. Dhe thot momentin që kom hy mi mësu Kuranin përmendsh, thot çatëherë kom lind. Çatëherë kon lindja ime e vërtet. Po ashtu ka qenë një djalosh i ri, i cili është sprovu me një sëmundje të paralizës. Dhe thot ky e ka nisur një akademi online prej të cilët kanë mësuar me qindra e me mija njerëz Kuranin përmendsh, e ka quajtur Ruhun wa Rayhan, shpirt dhe aromë këndshme. E ka quajtur kështu atë akademi në të cilën kanë mësuar me dhjetra e me qindra e njerëz Kuranin përmendsh përmes çështjeve ose domethënë rrjeteve sociale. Prandaj po përmbylli këtë seri dhe këtë ligjërat është që Allah i lartësuar na ka begatu me shëndet, na ka begatu me të mira të shumta, me dëgjim, me shikim, me mundësi të leximit, qoftë në shqip, qoftë në anglisht, qoftë në arabisht, me mundësi të mësimit të arabishtës dhe njohjes së kuptimeve të Kuranit, pastaj me libra të përkthyer dhe ligjërata të shumta në lidhje me fjalën e Zotit. Le të jetë qëllimi jon nga leximi i Kuranit, jo shpejtësia e kryerjes së hatmës, po gjithçka duhet ta kemi një wird
një kanal për nga e ushqejmë zemrën tonë dhe imanin tonë dhe shpirtin tonë me shpallje prej Allahut të lartësuar, mirë po të jetë qëllimi jonë leximi i shumt, në mënyrë paralele me kuptim të Kuranit, me meditim dhe reflektim dhe me zbatim të asaj çfarë lexojmë. E lutim Allahun e lartësuar të e bëj Kuranin pranverë të zemrave tona, dritë të gjoksave tanë dhe ta bëj pishtar ndriçues për neve në këtë botë dhe në botën tjetër që ta fitojmë kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.